Zoti Kasami, janë ndarë komunat me dhe pa Taravarin se kush ku do të garon, apo ende nuk është vendosur? Shikoni, prandaj unë personalisht problemin kryesor e shoh te bashkëpunimi eventual apo komunikimi me Ali Ahmetin. Sepse në gjithë bisedimet që kemi pasur sa i përket ndarjes së komunave, ne kemi pasur një dakordsi shumë të lartë. Bile unë kam qenë edhe i surprizuar se sa lehtë ka qenë të vim deri te një zgjidhje ku parimisht jemi dakorduar që aty ku udhëhiqen komunat të vazhdojnë të udhëhiqen nga po të njëjtat subjekte politike, jemi dakorduar që Alternativës si një parti që nuk ka për momentin një komunë që udhëheq, të japim një komunë edhe ato komunë urbane, sepse të tre subjektet tjera kanë komuna urbane, në këtë rast LD-ja me Çajirin, Besa me Tetovën dhe Alanca me Gostivarin. Cila është kjo komunë? Po është diskutuar Dibra, për shembull, që tjetë të udhëhiqet nga kuadri Alternativës. Pastaj jemi dakorduar që edhe komuna tjera, në këtë rast për më shumë zoti Taravari e ofroi edhe kryetarin e Vrapçishtit, pra që të shkojmë edhe në një hap tjetër, që të ketë mundësi edhe LD-ja të përzjedh një komunë rurale, edhe Alternativa një komunë rurale, që i bie se gati 8 komuna ne me një veprim shumë të kisha thënë të thjeshtë.